Qeveria miratoi sot një paketë vendimesh për indeksimin me 2.5% të pagave për mbi 144.000 punonjës të administratës publike. Vendimet përfshin rritjen e pagës së presidentit të Republikës dhe të pagës referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë, si edhe përditësimin e strukturave të pagave për Gardën e Republikës, Policinë e Burgjeve, koordinatorët kundër korrupsionit, punonjësit mbështetës dhe specialitetet e ndryshme në administratë, si dhe personelin e sistemit shëndetësor. Për këtë rritje janë parashikuar rreth 100 milion euro për administratën qendrore dhe vendore dhe indeksimi zbatohet nga 1 janari 2026, ndërsa priten vendime edhe për arsimin dhe pushtetin vendor. Në sektorin shëndetësor përveç indeksimit 2.5%, ndryshon edhe mënyra e llogaritjes së vjetërsisë në punë. Skema e re e ndan vjetërsinë në 3 fasha: 0.6% për çdo vit për 10 vitet e para, 0.8% për 10 vitet pasuese dhe 1% në vit për periudhën 21-30 vite përvojë, duke bërë rritjen më progresive dhe të lidhur me përvojën profesionale. Ndërkohë, magjistratët kanë depozituar në kushtetuese një kërkesë për përfshirjen e tyre në formulën e re të ndarjes së pagave, që sipas tyre bie ndesh me parimin e hierarkisë së pagave. Vendimet e miratuara nga Këshilli i Ministrave përcaktojnë se pas indeksimit, vlera e pagës së presidentit bëhet 435.625 lekë në muaj, ndërsa vlera e pagës referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë bëhet 156.825 lekë në muaj.